Majli, rruga Bahri Kuqi që shkon deri në Gojbul, rruga Haxhizeka që fillon prej flamurave del te Podronça në qytet, edhe rruga Hazir Gjaka. Këto rrugë, kur të zgjerohen dhe të punohen sipas standardeve, atëherë qarkullimi i automjeteve në qytet është shumë i lehshëm. Kemi planifikuar pa ashtu me i liru edhe 1000 vend parkingje, mandej rruga e cila sot është në menaxhimin e Ministrisë së Transportit që fillon nga rrethi i Nadakosit deri te rrethi i Smërkonicës, tash po na kthehet neve si komunë dhe kam planifikuar ato me i vendosë 3 rrotullime, një me vendosë në udhëkryqjen e rrugës 2 Maj, një në udhëkryqjen e rrugës Bekim Berisha edhe një në udhëkryqjen e rrugës Shot Galica, ato ku me të vërtet kanë ndodhur aksidente me fatalitet, dhe do të fillojmë me pilotue edhe ju premtoj ndërtimin e stacionit të autobusave në pronën e motel Vicianumit dhe do të fillojmë me pilotue në linjë të transportit urban, do me thonë nga stacioni i autobusit ato deri në Smërkonicë edhe me këthy qendrës qytetit. Zoti Drizi, shumë parë, po flet për projekte shumë doja, këza shumë parë. Kam i zirë këto pare, Runa Zot me ndodhe dhe njerë me ja marë pare të qeveria? Nuk po besoj që 2 herë përsëritet i njëjti gabim që kam bëu, sepse kështu dëmtojnë qytetarët e komunës, se funit në edhe mos me u rizjedhe dhe njëherë nuk bëhet nami, por në qoftë se dëmtojnë kështu projektet e mëdha, dëmtojnë qytetarët e komunës. Këto projekte që po i përmeni une, nuk kanë edhe ndonjë kosto shumë të madhe, por janë të realizueshme sepse i kemi realizuar edhe me qëtë budget që kemi pas kështu. Pse i duhet edhe një mandat, Ferit Idrizit? Pse qytetarët duhet me të botu edhe njerë dhe një mandat? Po, jam dëshmuar që jam i gjithë qytetarëve, kam qenë të hallat e qytetarëve dhe kur ka pas vërshime deri në 12 natës, unë kam qenë në teren bashkë me ekipet e emergjencave, kur ka pas zjarre, gjatë gjithë verës kemi pas zjarre, unë prap kam qenë teren me zjarë fiksa, kam realizu projekte shumë të mëdha për qytetin e Vushtrisë, kam investu shumë në zhvillimin e kapaciteteve të rive, jemi do më thonë të arsimi kam investu shumë, veç që kemi fillu digitalizimin e proceseve mësimore. Kur sot arsimi? Sa ke investu të arsimi? S'po flasëm një investim për marru shkolla? Jo, s'po flasëm, po. Aspektin e përshtatjes me zhvillimin global botës, së dhejës botës, verëve të rajonit. Po, kemi investu shumë, sidomos në gjimnaz, do më thonë kemi investu në kabinetet digitale, në kabinetet fizikës, kimis, biologjisë, kemi që dhe tabelat e menqura që janë për mësim interaktiv, do me thonë që mund të shkarku në aplikacione me zhvillu të gjitha lëndet mësimore dhe në anën tjetër kemi organizu mësimin shtes për nxënësit të cilët kanë dëshiru me registru në Fakultetin e Mjekësisë dhe Arkitekturës, do të me i përgadit për provimin pranus. Kemi qenë shumë afër mësimdhënësve edhe në shkollat e tjera. So ka pas sukses, se pa komuna e kanë mi shty disa profesionet që në domosdoshme po shkoni gjithë armja drejt tyne. Si do mos në Fakultetin e Mjekësisë, do me thonë edhe në bazë statistikave, nxënësit e gjimnazit e Esenim Çabet Vushtrisë, do me thonë janë në top list që registrohen. Mandej kemi investuar edhe në shkolla fillore me tabelat mençura në shkollat qytetit, tash na kanë mbet dikun gjys për gjys ti kena përmbaruar, edhe kjo ka qenë mungesë mjeteve që s'kemi mujt projektin me realizu krejt, po mendojmë që në fillim të mandatit, do me thonë në pakun e digitalizimit futet të trajnimi i mësimdhënësve për përdorimin e tabelave të mençura. Mandej do t'i digitalizojmë edhe menaxhimin e sistemit arsimor në mënyrë që përmes një platforme digitale mësimdhënësit prindrit me pa pasqyrën e notave, mungesat, vjushmërinë që ato. Po të nalim të administrata, të shërbimet, po thu që ke ushtru, ke dhonë bursa për digitalizim, për programim, për teknologji, për inteligencë. Cëla është gjendje administratës? Në çfarë gjendje e ke pru administratën, në aspektin shërbimeve? Mas pari, kur jam marrë, tash e tham pa modesti, kanë qenë kushtet shumë të rana në administratën komunale, as nuk ka pas nxemje, as nuk ka pas klima për gjatë verës, madje çuditërisht nuk ka pas as ujë për banjo. Dhe ju kemi rregullu kushtet punëtorëve të administratës, kanë kushte shumë të mira, shumë komode. S'ka pas ujë për banjo? Jo, nuk ka pas. Shërbimet, cilat janë shërbimet të administratës sot ka shërbimet? Gjitha shërbimet të administratës, disa janë të digitalizume për shembull, sa i përket certifikatave, mundën në një aparat që është ato me marrë certifikate, nuk janë të liruar prej taksave qytetarët, edhe shërbimet janë shumë të shpejta, është një administratë shumë efikase. Kemi hap edhe sportelet për diasporën, që kanë punu ditëve të shtune deri në ora 2, dhe çdo ditë pune gjatë 2 muajve të diasporës kanë punu edhe kohën e pauzës prej 12 deri 1 ju kanë ofruar shërbime,
dhe me thonë bashkëdhetarëve. Zoti Idrizi, po du më nalë të çështja e bizneseve. Vushtria është njëri prej shteteve më të vjetra historike, për të njëjtën kohë ashta që ndrojnë, e vazhdojnë ende me zëndru artizanatet e vjetra, po flasim për disa zanate si sot jënë zhduke për disa zeje. Cila është gjendja e biznesit dhe çka ke bë për këtë pjesë? Po flas për zejet, për ato që identifikojnë lashtësinë e komunës së Vushtrisë. Po na i kemi liru prej taksave për shkak të pandemisë.